Kërkesat për riarmatim e vendeve në nivel global është jashtëzakonisht shumë e madhe. Dhe kjo ka filluar sidomos për fillimin e luftës në Ukrainë. Edhe Ballkani Perëndimor është pjesë e këtij globi ku duhet të ndjek hapat e vet dhe të kërkojë sigurinë e vet. Pas çka disa vende kërkojnë sigurinë dhe disa vende kërkojnë agresionin, pra nuk jemi në numra të barabarta dhe në kërkesa të barabarta. Në këtë rast, vendet si Kosova, po ashtu Kroacia, Shqipëria, por edhe Mali i Zi dhe Maqedonia zakonisht e kërkojnë vetëm çështjen e mbrojtjes, ndërsa vendet si Serbia armatimin e shohin sikur një tendencë e qëllimshme e tyre për shtrihjen ekspansioniste dhe për realizimin e botës serbe. Në këtë format, Serbia nuk e ka të rearmatosjen e tyre, sepse ata çështjen e rearmatosjes së shtetit të tyre kanë filluar që nga forcimi i pushtetit të Vučićit nga viti 2012, por edhe më herët, dhe kështu automatikisht e kanë nxitur edhe fëmijët e saj që duhet të mbrohen, sepse kërcënimet janë kanë të vazhdueshme të Serbisë, sidomos kundër Kosovës dhe Bosnjë e Hercegovinës. Kemi një rireshtim të fuqive të reja botërore, qoftë ato ekonomike, qoftë ushtarake, kemi një rend të ri botëror në zhvillim sipër. Dhe në këto ndryshime farfuritje gjeopolitike dhe rreziqet janë evidente. Prandaj është krejt legjitime dhe madje do të thosha unë strategjikisht e drejtë dhe me vend dhe me mend çdo qeveri që të armatoset, sepse nuk ka asnjë mekanizëm dhe asnjë instrument sigurie. Madje as NATO-ja, madje parantarët e veta nuk është më mekanizëm sigurie. As Bashkimi Evropian që ka nda mjete për armatim tash kësaj radhe, që ka pretenduar ta bëjë ushtrinë e saj e tjera, nuk është asnjë ambient sigurie. Me ndryshimet gjeopolitike dhe gjeostrategjike sot në botë, mund të them në një situatë të tensionuar jo vetëm në region, momentalisht kemi mund të them divergjencat të cilat mund shkaktojnë plasaritje të ndryshme dhe mund të vinë deri te konfliktet eventuale, por bota lufta në Ukrainë në një jetë mesme, mendoj që të gjitha këto kanë shkaktuar ato pasojë që vendet të regionit të bëjnë ngarime për garë të armatimit. Mendoj që buxhetet e gjatë vendeve të Ballkanit Perëndimor, se Ballkani si nacion është çështje më komplekse. Mirë, po Ballkani Perëndimor i 6 shteteve kryesisht mund të them ka një ngritje të buxhetit të secilit shtet, mund të them. Fatkeqësisht Serbia prin me buxhetin më të madh që don për forcat armatosura. Dhe mendoj që edhe shtetet tjera duhet, sidomos Shqipëria dhe Kosova, në këtë drejtim kanë bërë hapa, do thotë në ngritjen e këtyre limiteve.